Ja ku e provoi edhe Kristi se çfarë do thotë që të derë dikush ujë në kokë në mes të debatit. Kjo sa për të ndjerë Kristi njësoj siç janë ndjerë dhe ata, që Kristi ka bërë të njëjtin veprim, pra duke i derë birr, ujë etj. Komplimente një herë për Livian, për vajzën që ka hyrë së fundmi, e cila po përfshihet në debate, po përfshihet në lojë, po përfshihet në shtëpi, sikur të kishte ditë atje. Dhe kjo është për të duar trokitur. Por ajo që më ka dalë pak jashtë parashikimit, jo pak po shumë, çdo ditë më tepër, është sjellja e Kristit, sepse unë e kam konsideruar Kristin një lojtar të qetë, të kontrolluar, të fokusuar, por në fakt po shoh dita ditës që Big Brotheri atë po e deformon në kuptimin karakterial të gjës, sepse shiko, ka bërë 2 herë derdhje ujë dhe birrë në kokë. 2 herë ka kaluar murin e shtëpisë. Është penalizuar për këtë gjë dhe vazhdon dhe bën gjëra që të penalizojnë, siç është prekja fizike. Ka arritur në prekje fizike. Tani me këto deri këtu hajde mo, por te prekja fizike nuk duhet tolerohet në asnjë moment për shkak sepse fillon me një gjë të vogël dhe pastaj bëhet e madhe dhe do pendohemi të gjithë pastaj si ndodhi. Siç e kemi parë dhe Big Brotherin e kaluar. Dhe të vjen keq nganjëherë që detyrohesh të komentosh këto lloj veprime që janë as pak të hijshme për disa personazhe adult atje dhe të njohur mbi gjitha, të cilët po bëjnë Big Brother. Big Brother ka 1 milion mënyra për të bërë, nuk ka nevojë mu prek as me dur, nuk ka nevojë mu derdh as gotash dhe nuk ka nevojë me kalu as murin.